Arritja e kuotës maksimale ujit në liçenin e Ulzës ka bërë që kompania Kurum të nisë shkarkimet. Sipas banorëve të zonës, shkarkimet bëhen gjatë natës për të mos u pikasur nga ata. Por ajo që është më shqetësuese në këtë situatë, mbetet ndotja e liçenit nga mbeturinat që mblidhen që nga klosi. Rritja e nivelit të portave pak vite më parë bën që mbeturinat të mbetën në basenin ujor të Ulzës e të mos kalojnë në liçenin e Shkopetit. Administratori i njësisë administrative Ulës, Dorin Shpani, tha se kompania e cila ka privatizuar hidrocentralin ishte zotuar që do të sillte një pajisje për mbledhjen e mbeturinave, por deri tani nuk e ka bërë. Shpani shton se prania e mbetjeve në liçen ndikon në imazhin e shëmtuar për turizmin dhe krijon probleme për peshkimin. Situata ditët e fundit me reshjet është shumë problematike për arsye se kompania Kurum ka premtuar që do sjellë një drag për pastrimin e mbeturinave, gjë që s'e ka bërë akoma. Problematika është që nga ngritja e kuotës së liçenit me saldimin e portës Kaplan, që u bëte derdhja mbeturinave automatike. Ulte vetë automatikisht porta dhe bëte derdhja mbeturinave. Kjo është shumë shqetësim për banorët e zonës, për peshkimin, sepse ka një pamje jo të këndshme për turistat dhe për çdo që viziton Ulzën. Ndërkohë, kryetari i fshatit Bushkash, Vasil Kalthi, thotë se rritja e nivelit të liçenit po dëmton tokat duke shkaktuar gërryrjen e tyre. Ai shprehet se kompania nuk ka mbajtur asnjë premtim të dhënë ndaj komunitetit. Përmysja komplet kurorës. Ka vende që shko deri 20 metra prishin e shtratit lumit që ka qenë përpara. Kurumi mylli klapanin dhe nuk vjen me pastru mbeturinat. Ajo është shumë shqetësim. Ka pas shumë premtime për të sjellë mjet, për të bënë një brigadë, por vetëm premtime. Situata e ndotjes së liçenit të Ulzës mbetet e tillë prej disa vitesh për shkak të rritjes së portave shkarkuese, të cilat nuk lejojnë daljen e mbeturinave në liçenin e Shkopetit.